Dhe në fund, që folë veç qartë mire. Unë ka marrë pjesë, më dhënë rasti, në promovimin e librit në Ulqin. Brillant. Kur hina me anë, kujtove sa manifestim. Se pash, që ishte dera tje, flamuj shqiptar. Përfaqësuesi i ambasadës Kosovës, kishte ardhe ty. Patriotizëm kërvepër, të qote mi shqipupër, kë kush që flamuj shqiptar. Shok këtu, ose flamur. Pra ne, rrati ertizoj, mërë flamur me vete, se rëshetinarë nuk ka flamur shqiptar. Sanxhaku, një dhimbje që do ta përjetojmë të gjithë ne, por jo vetëm ne, por të gjithë populli shqiptar, të gjithë ato që na dëgjojnë, që ndoshta kjo regjistrim të përqohet, sepse sot jemi shumë pak, vërtet jemi shumë pak. Të gjithë nga ne përfaqësojmë nga një shoqat, po ka kohë që këto shoqata t'i bëjmë një, edhe t'i bëjmë një emër të përbashkët, të luftojmë për vërtet për patriotizmin shqiptar. Se patriotizmi një nga një nuk na qen kërkun. Patriotizmi i përbashkët na qen atje ku duhet të shkojmë. Unë kam jo vretje, por nuk e di si mund ta paraqesim gjendjen shpirtërore që kishte Amina kur tha këtu sa unë më rrezikohet jeta. Zoja zotëri, të gjithë dhe ne na rrezikohet jeta, po morëm rrugë për të shkuar atje. Se kam shumë shokë që kanë marrë rrugën për të shkuar atje, vetëm se kanë gnu një kanë për Serbin, janë kthyer në kufi. Pra, edhe ne ndoshta do ta kemi të pamundur për të shkuar në Serbi si figura, sepse kemi paraqit diku, po flasim, po dënojmë genocidin serb etj etj. Po ne po dënojmë individualisht, por shteti jonë nuk po dënon asnjëherë genocidin serb. Sepse e di mirë çfarë po ndodh në Lugin, e di mirë çfarë po ndodh në Sanxhak. Kam shumë dëshirë që këto ditë ta përjetojmë edhe dhimbjen e zonës Shqipërisë lindore, nuk mund i them Maqedonia e Veriut, po Shqipëri lindore është e jona. Këto ditë 200 persona janë paraqit presidentit të Shqipërisë për të marrë pasaportën dhe janë refuzuar. Mbi 10.000 banus turq janë populluar në Shqipërinë lindore, pra kanë ardhur, janë populluar. Dhe turqizimi në Shqipëri po ndodh edhe në gjithë trevat shqiptare po ndodh maksimalisht. Mjafton të shikojmë vetëm të dielën në televizorin Klan, televizori më i madh gjoja shqiptar. Nga mjesi në darkë e diela nuk është shqiptare, është e diela turke. E kam dënuar dhe mediatikisht zotin Gjebreja nuk më shpërgjigj akoma. Çdo të diele, bile, një të diele e ka bon shqiptare muin nëntor, 3 të diele tjera e ka bon turke. Ne zotëri jemi shtliruar në 112 dhe nuk do ta pranojmë kur që ky televizor, kjo media të na shakordojë popullit shqiptar. 4 orë diela shqiptare, 4 orë këngë turke, doktori turk. Haram atë doktor, ja bëj haram mërë, vijet, kemi doktora shqiptar më të mirë sa ata që vinë të nga bëhë publicitet tu. E tjetër tani, unë dëshëroj që vërtet atë që tha Sazan Gjuri, se kjo është unë militar që thëmë Sazan Gjuri, ta bëj atë rezolutë, ta firmosim gjithë, bile mundësisht, të shkojmë dhe gjithë ke Ministria Jashtme, të paraqesim atë inatin tonë, ose zëmrimin tonë që vërtet që kjo qeveri të bëjë diçka për popullin e trevave shqiptare.